Unë nuk I takoj asnjë partie politike, ndoshta kisha qenë ndonjë parti politike, situata I zhvillu pak më ndryshe, po nuk jam. Në të trija konkurset e shpallura nga Ministria e Arsimit për zgjedhjen e drejtorit të ri të kësaj shkolle, Fatimi Mjekisi nuk arrin të fitoj. Me fol haptas pse? Pse ka pas njëshëm? Unë nuk pas. S'kum pas krah fort që frutën për kthem. Kandidatët tjerë që kanë konkuruar për drejtor të shkollës 7 marsi pohojnë që konkursi ishte vetëm formalitet dhe se nuk është marrë fare parasysh kualifikimi I tyre. Konkursi është veç formalitet, njerëzit derisa del konkursi ose veç duke punuar, ose u gjet, ose anullohet, do të thotë derisa ta gjën jeni përshtatshëm. Problemi qëndron atë se tash çdo gjë është nivel partive. Po është mod apo, me thon het apo sot me orë drejtor në shkollë fjalë. Është koha që do të vlerësohet puna, cilësia në punë e jo diploma, se nuk do të thotë se keni diplomë e lënë në rast të nuk punon më, ajo ndryshket, ajo mbushet në pjon. Është bukur vështirë me gjetë diçka që është e papolitizuar. Kjo tregon do thotë që ne ende jemi larg, ende jemi do thotë larg një demokratizimi plot. Kushtet që duhet të plotësojnë kandidatët për të konkuruar për vendin e drejtorit të shpallur nga Ministria e Arsimit me datën 30 korrik 2007, kandidatët duhet të kenë të kryer fakultetin në ndonjë profili arsimor ose shkollën e lartë pedagogjike, si dhe duhet të ketë përvojë pune më shumë se 3 vjet. Në konkursin e tretë ne na kanë hyrë shkresën, se cilët se kush është përzgjedh. Mesin e ty në kanë qenë përqetësune, jam lajmëruar në shkollë në shkresën cilën e ku marrë nga Ministria e Arsimit. Me datën 10 shkurt 2008, Fatimi Mjekisi ka dorëzuar Ministrisë së Arsimit një ankesë në të cilën është ankuar se Ministria nuk e kanë llogaritur kualifikimin e saj dhe se zgjedhja e drejtorit të ri është bërë për shkak që ka lidhje familjare me sekretaren permanent të Ministrisë së Arsimit, përkatësisht Femi Ismaili. Mirë po, sipas drejtorit të kësaj shkolle, Osman Zeqiri, ankesa e Fatimi Mjekisit është e pavërtetë. Ajo nuk qëndron, nuk është e vërtetë. Unë vjen pjesë sekretarin vetëm e një se sekretari kur gjë më tepër. Unë kam shikuar edhe lëndën së drejtorisha dhe ankesa kryesore e drejtorishës se kandidati I cili është zgjedhur është me shkollë të lartë. Ndërsa udhëzimi administrativ që deri më tani ka qenë në fuqi, fatkeqësisht I ka pas barazuar në kushtet njëjta kandidatin me fakultet dhe me shkollë të lartë. Ministria e Arsimit ndryshon kushtet për zgjedhjen e kandidatëve për drejtor shkolle. Sipas këtij udhëzimi të lëshuar me 26 maj 2008, kandidatët të cilët konkurrojnë për vendin e drejtorit duhet të kenë të kryer njërin nga fakultetet përkatëse të licencuara të Universitetit të Prishtinës dhe të fakulteteve private të akredituara dhe të licencuara nga Ministria e Arsimit. Drejtorët të cilët kanë kontrata a do të qëndrojnë deri në fundin e mandatit të tyre, do të varet nga puna që do ta bëjnë. Sepse në kohën e ministrisë do të formohet një grup I cili do të vlerësojë, do të monitorojë punën e drejtorëve në shkolla. Dhe mundohet që do të ketë edhe shkarkime drejtorëve nëse ata nuk janë në nivel detyrës. Ata që janë duke punuar se janë sot drejtor, por që kanë shkollën e lartë, puna e tyre do të monitorohet edhe puna e gjithë drejtorëve të tjerë. Ne nuk kemi të drejtë që dikujt ja ndërpresim kontratën që është me shkollë lartë, sepse në kohën kur ai është zgjedhur, ka ekzistuar udhëzimi administrativ që ja ka lejuar atë. Të paktën tek ne shkollat nuk do duhet të ishin të politizuara, sepse kjo na pengon të pretendojmë se jemi një shoqëri demokratike. Një shoqëri e tillë nuk do duhet politizonte dhe shërbyesit civil. Sepse përveç administratës, ata që më së shumti e paguajnë janë qytetarët e Kosovës, të cilët do duhet të vlerësoheshin në bazë të kualifikimeve e jo në bazë të interesave politike. Unë jam Jeta Abazi për emisionin Jeta në Kosovë.